Senati Amerikan ka miratuar kandidaturën e Eric Vent për ambasador të Shtetit Bashkuar në Shqipëri. Kandidatura e Vent u votua me seancën plenare të Senatit me 50 vota pro dhe 44 kundër, pas mbështetjes së marrë më herët në Komitetin për Marrëdhënie me Ashtë. Pas miratimit nga Senati, procedura pritet të përmbyllet me nënshkrimin e presidentit Donald Trump, i cili është hapi i fundit për formalizimin e emërimit të tij si ambasador i Shtetit Bashkuar në Shqipëri. Pas përfundimit të procedurave, Vent pritet të udhëtojë drejt Tiranës, ku do të nisë zyrtarisht detyrën pas dorëzimit të letrave presidenciale tek presidenti i Republikës së Shqipërisë. Por kush është Eric P. Vent? Eric P. Vent është një ish oficer i lartë i ushtrisë amerikane me mbi 3 dekada shërbim ushtarak, pjesën më të madhe të karrierës në forcat speciale Green Beret. Ka shërbyer si komandant i Komandës Operacionale Speciale të NATO, si dhe ka mbajtur role të rëndësishme në fushën e sigurisë në lindjen e mesme dhe në rajonin paqësor. Gjatë karrierës së tij, Vent ka qenë koordinator i sigurisë së SBA për autoritetin izraelito-palestinez gjatë viteve 17-19 si shef shtabi në Komandën e Paqësorit të Shteteve të Bashkuara, është diplomuar në Universitetin e Kalifornisë Santa Barbara, ka përfunduar studime pas-universitare për sigurinë kombëtare në Naval Postgraduate School. Vent flet disa gjuhë të huaja, përfshirë dhe arabishtën dhe koranishten. Ky nuk është propozimi i parë i tij për një post ambasador. Pas mandatit të parë të Trumpit, ai ishte propozuar për ambasador në Katar, por kandidatura e tij nuk u finalizua nga Senati Amerikan.